Forcat speciale të ndërhyrjes së shpejta ardhura nga Tirana dhe Fieri në bashkëpunim me policinë e Vlorës kanë ndërmarrë një operacion të gjerë kontrolli në qytetin e Vlorës dhe zonat përreth. Të premten në mbrëmje, zonat të tëra të qarkut u blinduan nga prania e shtuar e forcave të rendit, duke përfshirë qytetin e Vlorës, Selenicës dhe Orikumin. Kontrollet u kryen në disa akse rrugore dhe pika kyçe, brenda dhe jashtë qytetit, me fokus identifikimin dhe neutralizimin e individëve me precedent penal apo që përbëjnë rrezikshmëri të lartë për rendin publik. Burime nga policia konfirmojnë se operacioni është pjesë e një strategjie të zgjeruar për forcimin e sigurisë dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale në një zonë që her pas here ka qenë në qendër të vëmendjes për veprimtari të paligjshme. Për momentin, autoritetet nuk kanë raportuar për ndonjë arrestim apo sekuestrim konkret, ndërsa mësohet se kontrollet do të vijojnë edhe në ditët në vijim në gjithë territorin e qarkut të Vlorës. Operacioni mbetet i mbështetur mbi bazat e informacioneve operative që lidhen me lëvizjet e grupeve kriminale dhe mbajtjen pa leje të armëve.